Shikues të nderuar, këtë të shtune në Oksigjen, si gjithherë, edhe sonte unë jam Kosova, unë jam Pokleku. Kemi dy motrat tona, Elhame Muçollin, e mbijetuar e masakrës së Poklekut, dhe Teuta Elshani, përfaqësuesja e vetme e familjes së saj të vrarë, të masakruar dhe të djegur. Po ashtu edhe Elhamja e ka komplet familjen e vrarë me miq, e me rreth, e me akraba. Shka kemi me folë sonte, Elhame, faleminderit që na keni ardhur. Faleminderit për mundësinë. Sonte do të flasim për 17 prillin vitit 1999, masakrën e Poklekut, ku vranë 53 civil, në mesin e atyre 23 fëmijë. Nga mosha 6 muaj deri në 14 vjeç. Teut? Po ashtu do të flasim edhe si ishte jeta jonë pas kësaj masakre, mbeturat vetme, si arritëm mbjetojmë dhe t'jemi edhe sot forta që të flasim këtu, ta tregojmë atë çka ka ndodhur atë ditë në Poklek. Edhe sa për i përkrahim na këta njerëz që ka shumë kësi, të shtunën bised rrëfim ekskluziv, një rrëfim i vogël nga rrëfimi i tyre i pafundëm. Oksigjen.